Trajneri i Vllaznisë Baldo Rajneri ka pranuar që të jap mendimin e tij në lidhje me situatën e fundit të krijuar tek skuadra, pavarësisht se në fillim mendoi se duhet të qëndronte larg polemikave, pasi nuk kishte një arsye. Megjithatë, ai ka folur për ngjarjen e ndodhur kur ai ka kërkuar Florin Bardullës të aktivizohet dhe ai s'ka pranuar për shkak sipas lojtarit ka qenë i sumur. Ti faccio un esempio. È troppo semplice dopo sempre accusare gli altri, perché in questo momento io sono in una situazione. Të ju jap një shembull, është shumë e thjeshtë për të akuzuar të tjerët, pasi unë jam në një situatë për të tjerët që nuk jam i fortë, por jam i dobët. Është shumë e thjeshtë për të gjithë për të gjuajtur në kryqin e kuq, që në këtë rast jam unë. Nëse drejtori juaj i punës të thotë të ndjek diçka, ti duhet ta bësh sido që të jetë. Ai nuk ka qenë korrekt dhe unë s'kam qenë korrekt me të. Të gjithë e kanë vllazninë në zemër, por kur në kusht vllaznia nuk ishte mirë, ai ka qenë i pari që është larguar. Është shumë e thjeshtë për të folur kundër meje, pasi unë jam italian, jam i huaj, është e thjeshtë apo jo? Është integruar, pasi ka bërë kontratën me atë që ishte për të bërë kontratën. Unë nuk e kam integruar dhe gjithmonë e kam trajtuar si futbollist. Pastaj, ai e ndjen vetëm më të mirë dhe më të fortë se të tjerët, por realisht nuk është. Prandaj, ai është vënë kundër stafit teknik dhe kur të vini trajner tjetër, mund të aktivizojnë atë në të gjitha ndeshjet. Molto serenamente deve accettare le scelte di chi ha la gestione tecnica. Po ashtu, Rajneri sqaron se a është apo jo e vërtet i ketë thënë Bardullës se është përgjegjësia e tij për barazimin e arritur ndaj Elbasanit që nuk u aktivizua. No, non cominciamo a fare colpe sue, non colpe sue. Jo, mos fillojmë të bëjmë i kuj është faji. Unë e kam thënë gjithmonë që të gjithë humbasim apo fitojmë, por me shumë përgjegjësia është për ato që luajnë. Pastaj, çfarë pritet ju që unë të them se nuk është e vërtet e tjerë? Jo, është e vërtet, por edhe ato që kanë shkruar në gazetë. Në fillim duhet të vërtetonin gjërat e më pas të shkruanin, pasi ju biseduat edhe me vetë futbollistët, apo jo. Kështu unë e them sërish, se unë i jap llogari kryetarit të bashkisë, Grimës dhe Kalamishit. Atëherë nëse bëjnë të gjithë si ai, që të gjejnë arsye për të justifikuar çfarë duhet të bëjmë, por unë do të vazhdoj të luaj me këto futbollistë që në ngusht, pasi të tjerët ikën, pasi menduan se nuk ka para, ndërsa tani kërkojnë të aktivizohen. Unë ju siguroj se nuk largohem, por mos të rrim duke bërë komente, largohet apo nuk largohet. Unë nuk largohem dhe do të rri këtu deri në fund. Ku janë profesionistët që kanë shkruar në gazeta se janë viktima? Ku janë? Shikoni, ku janë? Çfarë i bëjnë të largohen problemeve? Apo duhet të tharasin të afërmit, apo miq që të vinë për të ndërhyrë tek unë? Amici per intervenire su di me. Rajneri, për hir të së vërtetës deri tani, për çdo gjë që është pyetur, ka treguar versionin e tij duke pranuar sa herë ka patur probleme, por pavarësisht të gjithave, ai do të vazhdojë në drejtim të ekipit deri në fund të këtij sezoni futbollistik.